Kjo pas meje është Akademia e Sigurisë, një institucion që në emër premton siguri, një institucion që duhet të përgatisë ata që do të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Por pikërisht këtu mungon siguria më elementare, siguria ushqimore. Brenda vetëm 2 muajsh kemi pasur 2 elmime masive të studentëve, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Pas rastit të parë u premtuan hetime dhe masa, por fakti që e njëjta ngjarje u përsërit tregon se ose nuk u morën masat, ose ishin tërësisht të paefektshme. Nëse në Akademinë e Sigurisë nuk garantohet dot një vakt i sigurt për studentët, çfarë sigurie mund të presin qytetarët të shkolla, spitale, konvikte apo në çdo institucion tjetër publik? Çfarë besimi mund të kenë ato në një shtet që dështon edhe në deturimin bazë të tij? Ky nuk është një incident i izoluar. Është pasojë një modeli qeverisje që ka humbur prioritetet. Një qeverisje që nuk është më e përqendruar te zgjidhja e problemeve të qytetarëve, po te ruajtja e pushtetit. Ndërsa studentët helmohen dhe qytetarët përballen çdo ditë me shërbime publike që degradojnë, energjia e qeverisë shpenzohet për të sulmuar protestuesit, për të delegitimuar zërat kritik dhe për të mbrojtur veten nga përgjegjësia.